Një djalë i moshës 11 vjeçësh shpuar me thik nga një 15 vjeçar në oborrin e shkollës Sali Lisi në fshatin Dobërdoll, ku ai ndjek procesin edukativo-arsimor. Ngjarjen në policie ka paraqitur babai 11 vjeçarit, ndërsa organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të rastit. Autoritetet policore kanë gjetur edhe thikën me të cilën dyshohet të jetë kryer vepra penale. Në shkollën fillore Sali Lisi të fshatit Dobërdoll, një 15 vjeçar ka nxjerrur thik nga xhepi dhe e ka shpuar 11 vjeçarin duke i shkaktuar plagë serioze në këmbën e djathtë. Nga stacioni policor në Gostivar njoftojnë se ngjarjen në polici e ka paraqitur prindi i 11 vjeçarit me inicialet SR nga ky fshat, i cili ka thënë se djali i tij është sulmuar në oborrin e shkollës Sali Lisi nga ana e një 15 vjeçari. I mituri duke kaluar pranë një grupi të madhnxënësish të cilët mes veti kanë filluar një zëng, 11 vjeçari pa asnjë arsye është shpuar me thik në këmbën e djathtë, pas çka ai bie në tokë. Me këtë rast nxënës të tjerë kanë vrapuar dhe i kanë ndihmuar atij që të ngritet dhe të shkojë në shtëpi, ndërsa më pas ai është dërguar për kurim mjekësor. 2 të miturit në pranitë të prindërve të tyre si dhe përfaqësues social janë thirrur në stacionin policor në Gostivar dhe nga ata janë marrë materiale dhe pjesë të garderobës për inspektim, ndërsa është gjetur edhe thika me të cilën dyshohet se është lënduar 11 vjeçari. Organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të këtij rasti, i cili ka shqetësuar jo vetëm familjarët dhe organet e rendit, por të gjithë banorët e këtij fshati, të cilët konstatojnë se fëmijët e tyre që i dërgojnë në shkollë janë në rrezik për jetën nga zhvillimet dhe zënkat e këtilla në shkollë.